ngritje apo aty u konë? Unë mendoj që nuk ka ndonjë ngritje të madhe, kjo varet edhe krejtësisht prej atyre lojtarëve që sillen në kampionatin e Kosovës për këta vendorë të dim se cilët janë, ata nuk kanë treguar diçka më tepër, kanë qenë ata që kanë luajtur rol të rëndësishëm në ekipet e tyre. Do thotë, ndoshta shikueshmëria e ka tejkalu pritjet, ka qenë shumë e lartë se sa që ka qenë cilësia në këtë kampionat. Kampionatet e kaluara ka qenë cilësia shumë e lartë edhe basketbollistëve të huaj, por edhe vendorë të cilët tani më një vjet, dy, ata janë më të moshuar, ngopën ndoshta edhe me rezultate që ka ekipi. Nuk kemi basketbollistë të ri të cilët mund t'i zaventësojnë. Nuk ka të ri apo edhe nuk i japin hapësirë trajnerët që vinë në skuadrat tona, ata më tepër shkojnë drejt rezultatit, me arrit rezultatin çfarë pritet nga kryesitë e klubeve dhe më pastaj ta zgjasin karrierën e tyre këtu në Kosovë. Do thotë, jo ndonjë cilësi, sidomos pjesën e rregullt të kampionatit, më pastaj disi ndryshon në garat e play-offit, e play-init edhe play-offit, sidomos kemi parë një angazhim të madh të basketbollistëve të huaj të Trepça, por kemi parë edhe të vllaznimi, edhe të bashkimi, ndërka skuadra tjera nuk kanë pasur shumë fat për t'i komponuar lojtarët e huaj. Disa prej ekipeve kanë pasur shumë numër të limituar apo nuk kanë pasur basketbollistë cilësor vendor dhe aty është parë në përfundim të kampionatit. Unë mendoj që lojtarët e huaj këtë vit kanë qenë cilësisë më të ulët se vitit kaluar. Prishtina, Trepça vitin e kaluar Trepça ka pas shumë lojtarë më të mirë se që ka pas këtë vit. Edhe Prishtina, edhe Peja, edhe gjitha ekipet tjera. Po mendoj në çat mënyrë, edhe Ylli Suarekës ka pas domethënë ekip shumë më të mirë se këtë vit, lojtarët. Po domethënë liga ka qenë nivelizuar për shkak se lojtarët që kanë ardhur kanë qenë nivelit afërsisht si të njëjtë. Po Blerimi e tha, shikueshmëria më e lartë, niveli i basketbollit pak më i ulët se sa edicione kaluam edhe ti po e thu. Atëherë pse është shikueshmëria më e lartë? Çka po ta merr mendja aty? Shikueshmëria është për shkak të rivalitetit. Okej. Shikueshmëria vjen me po ndeshjet. Do thotë që ekipet kanë qenë më të niveluar mes veti, edhe rezultatet kanë qenë më ngushta, secili e ka mujt secilin. Ndeshjet kanë qenë pa parashikueshme derisa kanë përfunduar. Domethënë çajo e bën shikueshmërinë më të madhe, rivaliteti. Edhe hyrja bashkimit në finalet të garave të play-offit. Do thotë, tifozëria korrekte në Prizren, tifozëria korrekte në Mitrovic, nuk ka pas, aty këtu ka pas ndonjë shane, megjithatë kanë qenë korrekt shumë në animin e skuadrave të tyre. Pa incidente, pa gjë, do thotë kanë lejuar që basketbollistët të jenë ata që do ta përcaktojnë fituesin në një ndeshje. Padyshim që edhe përkraja është shumë e rëndësishme për secilin ekip. Okej. Ne jemi sipas ngritje apo aty u konë? Unë mendoj që nuk ka ndonjë ngritje të madhe, kjo varet edhe krejtësisht prej atyre lojtarëve që sillen në kampionatin e Kosovës për këta vendorë të dim se cilët janë, ata nuk kanë treguar diçka më tepër, kanë qenë ata që kanë luajtur rol të rëndësishëm në ekipet e tyre. Do thotë, ndoshta shikueshmëria e ka tejkalu pritjet, ka qenë shumë e lartë se sa që ka qenë cilësia në këtë kampionat. Kampionatet e kaluara ka qenë cilësia shumë e lartë edhe basketbollistëve të huaj, por edhe vendorë të cilët tani më një vjet, dy, ata janë më të moshuar, ngopën ndoshta edhe me rezultate që ka ekipi. Nuk kemi basketbollistë të ri të cilët mund t'i zaventësojnë. Nuk ka të ri apo edhe nuk i japin hapësirë trajnerët që vinë në skuadrat tona, ata më tepër shkojnë drejt rezultatit, me arrit rezultatin çfarë pritet nga kryesitë e klubeve dhe më pastaj ta zgjasin karrierën e tyre këtu në Kosovë. Do thotë, jo ndonjë cilësi, sidomos pjesën e rregullt të kampionatit, më pastaj disi ndryshon në garat e play-offit, e play-init edhe play-offit, sidomos kemi parë një angazhim të madh të basketbollistëve të huaj të Trepça, por kemi parë edhe të vllaznimi, edhe të bashkimi, ndërka skuadra tjera nuk kanë pasur shumë fat për t'i komponuar lojtarët e huaj. Disa prej ekipeve kanë pasur shumë numër të limituar apo nuk kanë pasur basketbollistë cilësor vendor dhe aty është parë në përfundim të kampionatit.
Unë mendoj që lojtarët e huj këtë vetë kanë qenë cilësisë më të ulët se vitit kaluam. Prishtina Trepça i ka pas, vitin e kaluam Trepça i ka pas shumë lojtarë më të mirë se që i ka pas këtë vetë. Edhe Prishtina, edhe Peja, edhe gjitha ekipet tjera. Po mendoj në qatë mënyrë, edhe Ylli Suarekës ka pas domethënë ekip shumë më të mirë se këtë vetë, lojtarët. Po domethënë liga ka qenë nivelizuar për shkak se lojtarët që kanë ardhur kanë qenë nivelit afërsisht si të njëjtë. Po Blerimi e tha, shikurshmëria më e lartë, niveli i basketbollit pak më i ulët se sa edicione kaluam edhe ti po e thu. Atëherë pse është shikurshmëria më e lartë? Çka po ta mërmend aty? Shikurshmëria është për shkak të rivalitetit. Okej. Shikurshmëria vjen për me po ndeshjet. Do të thotë që ekipet kanë qenë më të niveluar mes veti edhe rezultatet kanë qenë më ngushta secili e ka mujt secilin. Ndeshjet kanë qenë pa parashikueshme derisa kanë përfunduar. Domethënë çajo e bën shikurshmërinë më të madhe, rivaliteti. Edhe hyrja e bashkimit në finalet e garave të play-offit. Do thotë tifozëria korrekte në Prizren, tifozëria korrekte në Mitrovic, nuk ka pas, aty këtu ka pas ndonjë shale, megjithatë kanë qenë korrekt shumë në animin e skuadrave të tyre. Pa incidente, pa gjë, do thotë kanë lejuar që basketbollistët të jenë ata që do ta përcaktojnë fituesin në një ndeshje. Padyshim që edhe përkraja është shumë e rëndësishme për secilin ekip. Okej. Ne jemi sipas